Flota e mjeteve që qarkullojnë në qarkun e Korçës është relativisht e re. Kjo për faktin që drejtuesit e mjeteve të cilët dispononin mjete të vjetra në moshë janë treguar të kujdesshëm dhe kanë respektuar afatet kohore për çregjistrimin përfundimtar të këtyre mjeteve. Sipas të dhënave të fundit, një numër i konsiderueshëm automjetesh të amortizuara dhe me moshë të lartë janë nxjerrja e shpërdorimit, duke ulur ndjeshëm mesataren e vjetërsisë së flotës. Përgjegjësi i regjistrimit të mjeteve thotë se ky proces ka ndikuar pozitivisht jo vetëm në sigurinë rrugore, por dhe në reduktimin e ndotjes së ajrit, pasi mjetet më të reja janë më efikase dhe më pak ndotëse. Regjistrimi përhershëm për 2025 kanë qenë diku në 226 mjete, 2 mujorin e 2026 kanë qenë diku në 24 mjete që janë regjistruar përfundimisht. Kryesisht moshës 20, 25, domethënë moshë kryesisht e vjetër, që kjo moshë po zvendësohet me mjete më të reja. Ka pasur një trend për mjetet elektrike që po futen në masë, kjo pas indikon dhe në pjesën e sigurisë në rrugë, pjesës së ndotjes të ambientit dhe shumë faktorë të tjerë, pjesa e kostos të qytetarëve, se nuk është njësoj kosto e mirëmbajtjes së një mjeti me moshë 20 vjeçare dhe një mjet me moshë të re. Ky zhvillim pritet të ndikojë pozitivisht si në rritjen e sigurisë rrugore, ashtu dhe në përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke e bërë qytetin më të jetueshëm për banorët.